mund t'i marrim në këto piktura? Po shkoj atje te Kristi, kur do Kristi. Që të shndroja në fund, por për të kuptuar të gjithë 3 pikat që unë dua të mbështes gjithë pikturën time. E para është të shikosh, e dyta është të zgjedhësh, të kesh dëshirën për të shikuar e para, e dyta të zgjedhësh se çfarë shikon, dhe e treta vështirësia. Ka të bëjë me një tablo e gjitha e zezë, vetëm një pikë e bardhë në të, dhe në kuptimin e parë të gjithë pikturës që është aty, dua të them që gjëja më e vështirë që pata për të pikturuar aty ishte pika e bardhë. Dua ta nis me pjesën e shikimit të pikës, të kesh dëshirën për ta parë. Është kur çdo gjë ndoshta mund të jetë, dua të flas për dashurinë të unit, të vetë personit ndaj tjetrit, që është i pa zvendësueshëm, më thënë, në jetën tonë, po dhe gjithë universalen e saj. Së pari nis tek vetja, duhet gjisha të shkëndijen, mendoj që çdo gjë nis nga vetja jote, po nuk e pate vetë, nuk do mundesh do të ta depërtosh. Duhet ta shikoj si një pikë shprese në ndarjen e të ndash sakrificën, të ndash, të shikosh personin që pastaj të kalojmë te pika e dytë, vendin, ambientin, të shikosh gjendjen, të shikosh gjithë qenien tjetër që ke përballë teje, çfarë do lloj qoftë në tek tjetri apo dhe në universale, çfarë do lloj në gjithë jetën, të zgjedhësh çfarë të shikosh aty. Dashuria në një pikë më të thjeshtë është të zgjedhësh, mendoj unë, të rrish me dikë, edhe kur ke mundësinë të qëndrosh edhe vetëm. Kjo është zgjedhja që të bëhet. Ti zgjedh vetë, e ke veten tënde në dorë, vetë të zgjedhësh personin që do të qëndrosh, edhe pse e ke në dorë. Të qëndrosh dhe vetëm, dhe aq sa e lehtë duket për të parë pikturën, aq dhe e vështirë është dhe në shpjegim, dhe mendoj që kjo është vetë dashuria. Duket se e shikon vetë, kaq lehtë, duket që është kudo, është në forma të ndryshme kudo, po është kaq e vështirë ndoshta për ta përjetuar dhe për të qenë i dashuruar, mendoj.